Fillimet e mia në fakt kanë qenë kur unë kam qenë në shkollë të mesme, në gjimnazin Petroni Luarasi, ku në atë kohë unë në fakt u bëra pjesë e një organizate egjiptiane e cila quhej Nefreta, dhe në fakt isha si një ndër vajzat e para nga komuniteti egjiptian që merrja pjesë në takime, në evente të ndryshme për sa i përkisnin çështjeve të pakicave dhe kryesisht komunitetit egjiptian. Këto takime zhvilloheshin me të rinjt e komunitetit egjiptian dhe rom në zona të ndryshme të Tiranës, ku unë isha si një ndër vajzat e para ku merrja problematikat e komunitetit dhe me aq pak informacion që kisha kur isha në atë moshë, mundohesha që të jepja zgjidhje problemeve të rinjve të komunitetit rom dhe egjiptian, kryesisht këtu në Tiranë. Në moshë të hershme, dija që i përkisja një pakicë tjetër kombëtare, por nuk e dija në të vërtetë se kujt lloj pakice i përkisja. Domethënë kur shkoja në shkollë, kur shkoja në evente të ndryshme, mirë po nga familja nuk është se mua më ishte thënë apo trashëguar që ne i përkisnim një pakicë tjetër, pasi nuk kanë dashur që unë të shihem ndryshe nga pjesa tjetër e shoqërisë ku unë jetoja, qoftë në shkollë, qoftë kudo, domethënë në zonën ku neve, në komunitetin që ne jetonim. Kur kam qenë në vit të dytë të shkollës mesme, në shkollën Petroni Luarasi, mbaj mend që doja të informohesha më shumë për komunitetin tim. Dhe në atë kohë ishte një gazete e cila quhej Egjiptianët e Shqipërisë dhe kisha marrë ta lexoja, të informohesha rreth origjinës time, nga ne vinim dhe kur shoqet e mia më shikonin dhe më thonin, po ti çfarë po lexon? I thoja unë po lexoj një gazetë e cila ka të bëjë me çështjet e komunitetit tim, ndryshe të racës time, dhe ata më thonin që bollne këto gjëra. Por unë në fakt kisha atë, më kishte lindur ajo dëshira për ta kuptuar që nga vija, sepse vërtet isha ndryshe, vërtet shihesha ndryshe, po të dija veten time nga vija dhe kjo gjë më shtynte kurreshtja të lexoja më shumë gjëra dhe një ndër librat pastaj që unë kam lexuar pak më vonë ka qenë e profesor Luan Dinos, Egjiptianët e Shqipërisë, i të ndjerit Luan Dinos, dhe aty në fakt mora informacion që unë i përkisja një pakicë tjetër kombëtare dhe në fakt aty kuptova që kjo ishte thelbi i gjës që unë shikohesha ndryshe nga pjesa tjetër. Nga klasa 5 e tutje deri në gjimnaz, ndoshta në shkollën e lartë nuk është se e kam ndjer, pasi neve pikërisht merreshim me këto çështje, po nga klasa 5 e tutje ka pasur jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por në mënyrë të tërthortë, ndoshta fjalë pa e menduar që unë mund të lëndohesha, apo ashtu sikur se vajzat të tjera nga komuniteti im të ndjenin të njëjtën gjë sikur dhe unë. Më identifikonin me emra të ndryshëm, si për shembull shife na erdhi në shkollë kjo, që është si Jenny Jackson, për shembull. Antarët e këtij komuniteti, sidomos burrat e këtij komuniteti, kur shihnin një vajzë e cila ishte e shkolluar dhe filloi domethënë që të thyeshe kjo pjesa e tabus që nënat rome dhe egjiptiane të dilnin nga shtëpia, të shkonin në institucionet përkatëse, të drejtoheshin për problemet që ato kishin në fakt. Dhe kjo gjë lindi
lindi si një imazh i vajzës rome apo egjiptiane, e cila kishte dalë pak më parë nga shtëpia, dhe kjo bëri të mundur që shumë të tjerë nga komuniteti të dilnin, të drejtoheshin institucioneve për gjërat që ato kishin, për problemet, për punësim, për arsim, për shkollim. Një ndër eksperiencat e mia për pjesën e punësimit në fakt, që ka qenë fat le të themi, dhe një thyrje tjetër e tabus e vajzës rome apo egjiptiane, ka qenë punësimi im në Drejtorinë Rajonale të Punësimit këtu në Tiranë, ku unë jam punësuar dhe kam punuar me pjesën tjetër të shoqërisë shqiptare për rreth 3 vite nga një projekt i cili quhej Esere. Janë mbështetur dhe kanë filluar punë shumë të rinj nga komuniteti dhe sidomos gra të cilat janë bërë biznesmene duke ndjekur profesione të ndryshme, duke zhvilluar kurse të ndryshme dhe duke i hedhur në treg që ato të jenë të afta për veten e tyre. Kjo në fakt ka qenë një ndër eksperiencat e mia të para, e cila më ka shërbyer shumë edhe mua, pasi dhe sot e kësaj dite arrit të njoh pjesëtar të komunitetit, si dhe njësitë administrative ku ato jetojnë. Në kuadër të këtij projekti, në fakt, me gjithë hyrjet dhe daljet, gjatë këtyre 3 viteve, janë mbështetur 400 persona nga komuniteti rom dhe egjiptian. Midis tyre, rreth 40 biznese formale dhe informale. Së fundmi, në fakt, gjatë vitit që lan pas, më është dashur të shkëputem dhe nga një projekt, nga një punë tjetër, kur isha e punësuar si konsulente në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ku kam punuar për 2 vite për planin e veprimit, jo 2021-2026, po jam bashkuar këtij plani veprimi në vitin 2023-2025. Në fakt, këtu kam qenë e punësuar në kuadër të një projekti që ka qenë ekskluzive EduJobs. Në këtë plan veprimi më është dashur që të komunikoj dhe të jem gjatë gjithë kohës e angazhuar në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me organizata të shoqërisë civile, me aktivistë të ndryshëm, me aktorë të ndryshëm për të nxjerrë një rezultat se çfarë po bëhet në këtë plan veprimi. Pra, edhe pse jemi të ndryshëm nga shoqëria, nga pjesa tjetër e shoqërisë, unë them se me aq sa ne mundohemi që të thyejmë barierat, duhet të mundohemi të thyejmë sa më shumë barierat tona për të qenë pjesë e shoqërisë shqiptare, për të qenë diku, për të treguar veten, për të treguar që dhe ne jemi pjesë e juaja. Nuk ka as edhe një lloj ndryshimi tjetër. Edhe pse punësimi tek ne, sidomos njerë tek vajzat cilat janë të arsimuara dhe ndoshta pak edhe ngjyra e lëkurës neve na bën të diskriminohemi pak nga pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare, megjithatë unë them që arsimi është pikë shumë e fortë.